Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje te Tarot. Kush do të kthehet shumë shpejt nga e kaluara në jetën tënde? Pra kush është ai person që do të kthehet shumë shpejt nga e kaluara në jetën tënde? Dhe këtë do ta zgjojmë me letra tarot, me shenja dhe me gërmat e alfabetit. Pra kush është ky person? Jeni në një lidhje të fshehtë. Hëna tregon që ju jeni në një lidhje të fshehtë, jeni larg njëri tjetrit. Dhe ky ëngjëll mbrojtës ju mbron në këtë dashuri. Jeni në botë, pra, letra e botës tregon që jeni larg, jeni në botë. Dhe doni të mbyllni një cikël të vjetër për të hapur një cikël të ri në jetën tuaj. Ky person që ju mendon shumë fare dhe do të kthehet tek ju, ju ka hyrë për këtij kali dhe kaloron fuqishëm për të ardhur drejt jush. Dhe pse ju jeni e dyzuar, jeni në dy alternativave, por sepse jeni e lënduar. Treshi i shpatave tregon që jeni e lënduar. Por i qeni këtë fash nga syt dhe flisni fëmijës tuaj të brendshëm, intuitës tuaj në subkonscient për të marrë një përgjigje, sepse keni kaluar shumë probleme të dy në çift. Por ky person është person pozitiv, është person pozitiv i cili gjithmonë mendon për të bërë diçka të mirë për ju. Dhe tani do të marrim se me kë rezonon kjo, me kë rezonon me shenjat e horoskopit. Dhe kemi ujori, peshqit, virgjëresha, gaforia, dashi, shigjetari, binjakët dhe demi. Kurse me gërmën e parë të emrit apo të emrit tuaj, kjo energji mund të rezonojë me Q, me gërmën Q, me gërmën B, me gërmën X, me gërmën Z, me gërmën O, J, P, E, Zh, me gërmën L, Y, me gërmën H, L dhe me gërmën N. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.